Temperaturat e larta të kësaj vere super të nxehtë, por dhe virozat e stinës janë shkaktar të numrit në rritje të vizitave në urgjencën pediatrike të Spitalit të Durrësit. Sipas mjekes pediatre Griselda Toçi, fluksi i vizitave mund të ishte edhe më i lartë, por një pjesë e prindërve i drejtohen 5 qendrave shëndetësore verore që funksionojnë përgjatë vijës bregdetare për të marrë ndihmën e parë ose për të konsultuar me mjekët lidhur me diagnozën apo mjekimin e të vegjëlve të tyre. Gjatë kësaj periudhe kemi patur një fluks më të shtuar të pacientëve të vegjël të paraqitur pranë urgjencës pediatrike dhe pranë shërbimit të pediatrisë. Aktualisht numri i fëmijëve të paraqitur 24 orë kryesisht pranë urgjencës pediatrike varion 150 deri 160 fëmijë në ditë, ka të cilët më pak se 10% e tyre ka nevojë për hospitalizim. Si do krahasojmë me vitet e shkuara, jemi lehtësisht më pak paraqitje pranë urgjencës pediatrike. Mendohet që për këtë sigurisht ka ndikuar edhe funksionimi i qendrave shëndetësore verore. Kryesisht predominojnë infeksionet e traktit gastrointestinal me të vjella, diarre, temperaturë të lartë. Paralelisht kemi edhe infeksionet e traktit respirator, si bronkiolitet, bronkopneumonitë, të cilat sigurisht kërkojnë një vlerësim të kujdesshëm. Grup moshat më të prekura dhe që përbëjnë frekuencën më të lartë të paraqitjeve pranë urgjencës, përbëjnë fëmijët nga mosha 6 muajsh deri në moshën 5 vjeç. Bluzat e bardha bëjnë të ditur se në asnjë prej rasteve nuk ka pasur pacient të vegjël me komplikacione të rrezikshme. Me ardhjen e muajit shtator dhe stinës së vjeshtës, shifrat e vizitave pritet të mbeten të larta. Duke patur eksperiencën e viteve të kaluara me nisjen e kopshteve dhe shkollave, përgjithsisht në urgjencën e pediatrisë kemi një fluks më të shtuar të pacientëve, duke qenë se muaji shtator përkon edhe me vinën e alergjive sezonale dhe kontakti i ngushtë me infeksionet virale që fëmijët kanë në grumbullime siç janë kopshtet apo shkollat, bëjnë që të kemi një fluks më të shtuar dhe rritje të fëmijëve të smur që paraqiten pranë urgjencës pediatrike. Për bluzat e bardha, apeli drejtuar prindërve mbetet hidratimi i duhur i fëmijëve, sidomos në ditët super të nxehta, mos përdorimi antibiotikëve pa rekomandimin e mjekut, si dhe kontakti i vazhdueshëm me mjekët në rastet e virozave që shfaqin komplikacione shëndetësore.